Në një atmosferë të mbushur me emocion, art dhe profesionalizëm, Orkestra Shqiptare pranë Qendrës për Kulturë Trajko Prokopiev në Kumanov realizoi me sukses koncertin e saj vjetor, duke ofruar para publikut një program të pasur artistik që u mirëprit me duar trokiqe të gjata. Koncerti mblodhi art të dashës të shumt, të cilët patën mundësinë të shijojnë interpretimet e orkestrës dhe artistëve pjesëmarrës. Programi artistik dëshmoi nivelin e lartë profesional të interpretuesve, si dhe përkushtimin e vazhdueshëm në promovimin dhe kultivimin e vlerave muzikore dhe kulturore. Të nderuar të pranishëm, mirë se erdhët në edicionin e tretë, koncertit vjetor të Orkestrës Shqiptare pranë Qendrës për Kulturë, që nga themelimi i saj. Kjo orkestër ka rrugtuar rrugtimin e saj me një parim, të shërbej artit të vërtet, cilësisë dhe profesionalizëm. Nisma për krijimin e kësaj orkestre lindi nga një këmbgulje dhe besim i madh se Kumanova ka nevojë për një ansambël që kultivon vlerat më të mira të muzikës shqiptare. Megjithatë, asnjë vizion nuk mbetet dhe nuk bëhet realitet i vetëm, prandaj shpreh minjojën time të sinqertë për kolegët, miqt dhe udhëhecinë e institucionit, të cilët dhanë kontribut të çmuar dhe kanë lehtësuar rrugtimin tim brenda këtij institucioni të formasimit të këtij formacioni muzikor. Falënderimi më i veçantë sonte i takon juve, publiku. Prania juaj jep kuptim punës sonë dhe na motivon që me çdo edicion të ngrem edhe më lart standardin artistik dhe profesional. Ju falenderoj për besimin, praninë tuaj dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Faleminderit. Ky aktivitet përfaqëson një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit vjetor të Orkestrës Shqiptare dhe një kontribut të çmuar për pasurimin e jetës kulturore në Kumanov, duke afirmuar rolin e muzikës si urë bashkëpunimi, komunikimi dhe afrimi mes artistëve dhe publikut. Organizatorët të shprehën mirënjohjen e tyre për të gjithë artistët që kontribuan me interpretimet e tyre profesionale për publikun që mbështeti koncertin me praninë dhe vlerësimin e tij, si dhe për stafin organizativ, puna dhe angazhimi i të cilit mundësuan realizimin e suksesshëm të këtij aktiviteti. Që po sonte mbajtëm koncertin vjetor të Orkestrës Shqiptare pranë institucionit nacional Qendra për Kulturë në Kumanov, bashkë me studentistë kumanovar. Kjo është edicioni i tretë, edhe ndihem shumë i lumtur që kam mundësinë të bëj muzikë me këta njerëz dhe me këta shokë. Mendoj që Kumanovës i duhen koncerte të tilla, edhe kemi pas një publik shumë të mirë. Faleminderit juve si media që na keni ndjekur. Mes Prishtinës e Valë Drinës.
Ishte një koncert që u realizoha me sukses, si që pata dhe vetë kishte mjaft interesim dhe reagime të mira nga publiku. Jam shumë i lumtur që realizuam edhe koncertin e dytë vjetor të orkestrës së re që është formuar në kuadër të Shtëpisë Kulturës në Kumanov, pra orkestrës shqiptare. Dhe shpresoj që eventet e tilla sa më shumë të vazhdojnë të realizohen, sepse ka nevojë sidomos për qytetin e Kumanovës, ku të rrallë fatkeqësisht ndodhin eventet e tilla kulturore, kështu që i bëjmë apel edhe institucioneve që të përkrahin eventet e tilla sa më shumë. Faleminderit. Koncerti vjetor u realizua me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të përkrahjes së projekteve që promovojnë zhvillimin e artit, kulturës dhe trashëgimisë muzikore. Me këtë koncert, orkestra shqiptare rikonfirmon misionin e saj për të promovuar vlerat artistike dhe për të vazhduar organizimin e aktiviteteve kulturore që pasurojnë jetën artistike në Kumanov dhe më gjerë. Realizuam koncertin vjetor të orkestrës shqiptare pranë Qendrës për Kulturë Trajko Prokopjev. Kjo orkestër u formua në vitin 2022. Parimi bazik këtij formacioni është që të manifestojmë muzikën e pastërt, muzikën e pastërt shqipe, muzikën profesionale. Ky formacion përbëhet nga artistë profesionistë, siç janë tenori Ismet Veseli, Shpëtim Mustafa, Arbër Curri, Kasmen Andarifi në qifteli, Eugen Zekiri në violin, Gjemail Latifi në bateri. Programi jonë gjithmonë kujdesemi që të ketë karakter edukativ, të manifestoj kulturën shqiptare, të jetë shumë afër publikut dhe të këndoj në forma më të bukur të mund. Falenderim deri tek Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për mbështetjen që i dhanë këtij projekti, po ashtu edhe institucionit AM, pra Trajko Prokopjev në Kumanov, Qendrës për Kulturë. Falenderoj të gjithë artistët që kontribuan publikut dhe bëj thirrje që gjithmonë të ndjekim këto aktivitete artistike dhe të japim hapësirë rinisë që të jenë pjesë e institucioneve dhe të manifestojnë artin e tyre në vazhdimsi. Gjithmonë profesionistët e kanë derën hapur në këtë institucion dhe ne jemi të gatshëm për ndihmë dhe bashkëpunim gjithmonë. Sole, u boshkon me atmosferë.
je